Unë sot kam kënaqësinë dhe nderin që pres në zyrën time Shkëlqim Hajdarin, është kryetari i prefekturës së Tiranës, një njeri që ka bagazh shumë kombëtar, kur them ato kam argumente të mia edhe të tina edhe të shokëve të tij që më kanë treguar. Shkëlqimi është një njeri që na ka ndihmuar shumë edhe në protestat e fundit, po në të kalumen, gjatë periudhave të ndryshme të kohës, po sidomos në periudhën e ushtrisë së Kosovës. Ne sot që dham këtë dekorat shkëlqimit, ky e cekë edhe vetë, ne dham për hir të asoj punës vllazërore që kanë bu gjatë luftës, Kuksi, Tirana, Shkupi dhe tjera qytete Shqipëri, ne kemi përzgjedhur ta ndërrojmë Shkëlqim Hajdarin me një dekorat e cila do të jetë kujtim çdo për tërë jetën. Kjo dekorat nuk është që shkëlqimin e ngrit apo e ul. Kjo dekorat që ndosh shkëlqimin nuk është që e bën më të madh shkëlqimin apo vlerat e tij. Ky ka bu vlerat veta. Ka vlerat veta që ka bo gjatë kohës periudhat ndryshme. Kështu që unë edhe nere përgëzoj shkëlqimin që ka gjithë kohë më ardhur kryetarin, bashkësh me ekipin e vet dhe me kryetarin Agimi që jeni këtu, na kanë vizituar sot, kanë gjithë kohë më ardhur tek ne, ku ne jem minjës për këtë punë dhe veprat të tyre bashkësh që kanë bo për kombin dhe për vendin, po sidomos për periudhën e luftës së ushtrisë së Kosovës. Ne këtu ditën në Tropojë kemi sofra e Tropojës, e cila do të mbahet pikërisht do të dedikohet 4 burra në Hagë. Është 3 ditë sofra e Tropojës, ku pjesë e saj do të jemë shoqatë do dolën nga lufta është amblema e ushtrisë së Kosovës ato, duke falendëruar Zgan Haglin që është organizatori i sofra e Tropojës, ku do të ndahet një çmim i madh ato për krerët e ushtrisë së Kosovës, të cilët gjenden në Hagë, do të mbahet në Tropojë dhe nota finale nëse gaboj do të jetë në Kuks. Kështu që ne do të jemi ato në Tropojë bashkërisht me këta shokë, që unë i përgëzoj për punën që ka bo shkëlqimi dhe gjithë ekipi tina që kanë punuar këtë drejtim, edhe që kanë bo një nder të madhe, i kanë respektuar vëllezërit e vet apo shokët e vet të cilët ndihnin padrejtisht në Hagë. Edhe kryetari tha shkëlqimi që nuk ka bazë materiale të dënohen ata burra. 10 milion shqiptar unë jam i bindur që Evropa nuk dëshiron të ketë trazira në Ballkan, sidomos këto vende, nëse dënohen. Dhe Allah Zoti mos dënohen. Dhe nuk e besoj ato forën që do të dënohen ata, po nuk e besoj si vetë evropianët apo ndërkombëtarët kanë dëshirë të kenë destabilizim vendit. Se nëse drejtësia evropiane gabon dhe dënon pafajësisht ata njerëz duke ditur se ne jemi kriminal, ne kemi bu krime, këtu krime ka bu ushtria, policia dhe paramilitarët serb mbi 460 masakra, 13.500 qytetarë të vrarë, 1.324 fëmijë të vrarë, prej moshës 7 ditë deri në moshën 15 vjeçare. Do të thotë tërë dihet kush agresori, dihet kush xhelati. Ne s'kemi qenë xhelati, ne s'kemi bo, se kemi spastruar Kosovën nga asnjë qytetar. Çdo qytetar në Kosovë kanë të drejtë të jetojnë, punojnë, veprojnë këtu. Ata të cilët nuk i kanë durr me xhak. Ata të cilët i kanë durr me xhak, të ecin mbi Kosovë se i pret gjyqi. I presin gjykata tona. Po ata të cilët nuk i kanë durr me xhak, kanë të drejtë të jetojnë, punojnë në Kosovë. Ata të cilët janë durr me xhak dhe mbryla të shohin vendin se duhet mu përgjigj pa drejtësisë, nëse ka drejtësi në Kosovë duhet të merren gjithë ata kriminal dënohen pa drejtësi. Kështu që faleminderit për juve, respekt pa fund kryetar gjithë juve, jeni të hapur për pyetje pavarësisht çfarë keni. Përmendet që nëse dënohen ka pas destabilizim të vendit. A mos qellon pak për çfarë është fjala saktësisht? Po është fjala se nëse dënohen pafajësisht, shqiptarët dinë bojnë edhe poçën, po dinë bojnë trazira të ndryshme, se shqiptarët janë ndonë 5 pjesë Ballkanit. 5 shtetet Ballkanit. Dhe këto është rreziqi i madh. Se shqiptarët pse me vujt gjithmonë më dënuan padrejtisht gjithmonë. Duhet të jetojmë një herë për gjithmonë padrejtisht stop. Se ne nuk jemi duke jetuar në tokën dardane, në tokën tonë, ne s'kemi shku çipçi që kanë thonë blesh me para. Ne jemi në tokën tonë. Po thotë ka pas protesta. Mund të jetë protesta, mund të jetë demonstrata, po se më shkurt vendi mund të destabilizohet vendi e Ballkanit. Mund të destabilizohen. Kjo është frika, jo që na bëjmë kërcënim. Mos e moni to tash mund ta kap dikush për fjalë, mund ta moni si kërcënim. Ne s'po kërcënojmë. Po ne bëllum që mund të ketë protesta, mund të ketë demonstrata dhe kjo nuk është e mirë as për ndërkombëtarët as për kërkon.